Salmi 118:24 thotë: Kjo është ditë që Zoti ka bërë, le të gëzohemi dhe të gëzojmë në të. Sa e mrekullueshme është! Perëndia na ka dhënë një ditë të re, të mbushur me mëshirë të re. Në kishën e hershme, ky varg lexohej shpesh në mëngjesin e Pashkëve. Perëndia i kishte krijuar të gjitha ditët, por pikërisht atë ditë bëri diçka të veçantë. Jezusi u ringjall nga varri dhe fuqitë e së keqes u munden. Që nga ajo kohë, e diela është bërë një pashk të vogël. Çdo javë të krishterët premtonin që Jezusi është gjallë. Në veprat e apostujve lexojmë se ata blidheshin ditën e Zotit për t'u lutur dhe për të thyer bukën, jo për të bërë diçka për Perëndin, por për të kujtuar çfarë ai tashmë kishte bërë dhe për të pranuar dhuratën e hirit dhe faljes. Prandaj, bëj edhe ti kështu sot. Qëndroje të ditën tënde me fjalën e Zotit dhe lutje. Dhe gëzohu, sepse Jezusi është gjallë për ty.